Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam nxitjen në mikpritje dhe gosti dhe misafirllëkun me e çun vend e ka lidhur dhe shpesh me Allahun te bareke ve teala, sepse Allahu gjatë prej cilësive të cilat i ka El Kerim. El Kerim e kemi marrë në emrin Allahu xhelalu ala, o normal ndoshta shumë për njerëz nuk kanë prezantuar, e kemi marrë Allahu xhelalu ala ka një emër të vetin El Kerim. El Kerim çdo më thon, ne e përkthejmë bujar, fisnik i gjymërt. El Kerim është kur të prit me bollëk. Andaj Allahu xhelalu kur e ka përmend xhenetin, apo e ka përmend se do t'i presim çish na takon neve. Jo çish i takon robit, çish i takon Allahu xhelalu. Andaj ka bëu xhenetin nën arshin e tina. Apo shiko çish na takon, çish i takon Allahut, jo çish i takon mundësisë së robit. Tha alayhi salatu wassalam, inna Allaha kerimun yuhibbul karam. Allahu shumë mikpritës. E ka merak kur e pret njëri për juve mikun, misafirllëkun. Wa yuhibbu ma'ali al-akhlaq, edhe Allah i do cilësitë e larta dhe i urrejn gjërat e liga, i urrejn fjalët e liga, i urrejn karakteret e liga. Nuk i do Allahu gjela punë të liga. Shiko, andaj prej mikpritjes të Allahu në xhennet do të jetë se ai vetë do t'ju thot njerëzve selamun aleikum. Selam aleikum. Apo kjo maja e pritjes, dhe do të shtrohen qilima. Te pije do të shtrohen nga ana Allahu te bareke ve teala për mi prit misafir të vet. Andaj tha Allahu xhelalu ala, a ka nuzul, a ka misafir ma që mundet mu prit ma mirë se Allahu xhelalu ala? Ja unë po ja u tregoj një shembull vetëm që ta keni parasysh çka i bë kur Allahu thot na presna çish dina na. E sa di Allahu xhelalu ala? Pa kufi. Një ditë për ditë vjen një gruje varfër te njëri prej dietarëve të mëdhtë të muslimanëve, e ka pasur emrin Abdullah ibn al-Mubarak. Abdullah ibn al-Mubarak. E keni një ndoshta si term, është njëri i madh. U kon milioner. U kon hoxh, edhe u kon milioner. Ama hoxh tamam. Nuk e ka ngatru dunjaja. Hoxh tamam. Edhe ka ardhur një gruje varfër me jetima, edhe ka trokit derën. Gruje me jetima, nëse ka me mundësi me ndihmuar. Edhe ka morë Abdullah ibn Mubareki një qese me pare, edhe ka mush altan. Edhe zakonisht njerëzit kur japin ma pak, e ka mush qesen me ari, apo ta supozojmë 30.000 euro, 40.000 euro me javon. E ka mush me dinar, dinari u kon pi ari, altan, lira, i ka shtije. Edhe ka morë qesen, e ka thonë urdhoni, Allah ju bekoft, edhe ka përcjell. Ajo të shku ma ne, ja thot, e ka gabu kesën. E ka gabu kesën. Ktheje te Abdullah ibn Mubarak i thot, o hoxh, to pare gabim mi ke thonë. Unë e lipa pak, sa për jetimat pak. Ka thonë, pse gabim? Ka thonë, lira kështi këtu. Që i ka thonë Abdullah ibn Mubarak? Ka thonë, innema nu'ti ala qadrina. Na japna sa kena na, jo sa ki ti. Shiko, na japna. Unë e jap sa jam unë milioner, sa më takon mua me dhanë. Apo njani thot, ku i qënë hoxha gjitha të pare, ti jepi sa ki ti takat, jo sa ka takat fukaraja. Apo ti nëse i e milioner, meri me agjes që të 20 dinar, ku me shku ma e të 20 dinar, ti i e milioner jep 10.000 euro, aj që i ka 100.000 euro ja jep 500 euro, varsisht. Apo ta një të volë për gjymërtlëk, nuk jemi të volë për sasi të cilat i ka preja Allahu gja në zeqat. Qka i tha Abdullah ibn Mubareki? Tha, na jap na neve se na takon. Njani thot, sa i për që të pari, leje sa i për që të pari. Ti sa kije, ti sa kije. Unë jam biznismen, e po jep, ti jep në, andaj shka tha Allahu xhelalu ala? Shka Allahu xhelalu ka mund me bo gjenetin si dunjajen. Ama shka tha Allahu xhelalu ala? Jo, na gjenetin i na bo, na sa mujna me dhanë, jo sa ti sa mund është me hongër. Andaj tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, veç kër i kujtohë gjenet lijës, që kjo pema, na, edhe shtesa, deri sa Allahu xhelalu i mëson thot, lipe edhe që ta, se ti s'ja ki idejen, mere, lipi ju me laqeve se ta bin këto, subhanahu wa ta'ala. Andaj Abdullah ibn Mubarak që ka tha, na japna sa kena na, jo sa ta kontin, kuptimin, sa ti e varfër, së ta intereson e vajo pun, na japna sa kena. Andaj muslimani jep sa ka, jo s'ka me jakshirë thot, unë ja kësha dha, po do të ku i hargjon be këto. Apo, ma dje kjo fatkecia që se musliman edhe zekatin kër e jep, apo mundohet me e shpërndahe. Njënit 20 euro, tjetër 30 euro, njënit 50 euro, se
thot shumë i ka 5.000 euro i vet. Ja, s'munët me harxhu ato. E Allahu xhelala e bani zakatin me sos punë. E jo vetëm me shkuar ata vetëm me, sa me e la ti gojën tane apo kishe e dhave zakatin. Abdullah ibn Mubareki çka tha, unë jap sa kam unë. Çiki Abdullah ibn Mubareki rahimahullah, Allahu më shërof, në ditë për ditë i mbledh njerëzit për hax. Edhe u shkon koshive të vet, thot, a doni me shku haxhi dikush? Ato kush do me shku haxhi? Allahu na mëson me shku haxh këtë inshallah. Ya Rabbel Alamin. Edhe thot, kush do me shku haxh? Unë jam të organizu në t'i bere parët. Çka me kushtu haxhi? Apo, rregull. Edhe vinë ata që kandidohen për me shku haxh, edhe thot, a ka mundësi thot unë ti moj parët këtë? Unë i mbledhi parët edhe pastaj i menaxhoj më mirë. Nëse ka nevojë na shtesë, ja bëjmë zgjidhjen. Atëherë vinë njerëzit, ja japin parën Abdullah ibn Mubarekit, i mbledh parët edhe nisën për haxh. Edhe tani çka ka doni nevojë deri në haxh, këti krit Abdullah ibn Mubareki. Se sa do thonë, ej, parët atje. Tani atje a dela, kjo konë si gjeni madh. Edhe vetëm ju ka thonë blejnë, çka keni me blej. Sos të punë te juve, kur janë kthije, i ka thirrë mysafir. Çka është domethënë mysafir. I ka thirrë mysafir këtë haxhit. Hajde inshallah, domethënë shikojnë, edhe njerëzit e kanë traditë apo që jemi kthip, haxhi është ceremoni e madhe. Haxhi është ceremoni e madhe. Mes haxhit pranuar është xheneti, s'ka diçka tjetër. I mbledh edhe çesët çishja kanë dhënë, ata i kanë pas me çese. Çishja ka dhënë edhe këdhja ka shujt emrat. Ka thënë çka ka jote çka më dhan në fillim po, çe. Këdhja ka kthi. Ka thënë haxhin e keni pi mua. Veç deshta me këshir kush e ka për një me ardh hax. Shiko, ka thënë veç deshta me këshir kush e ka për një me. Ka thënë haxhin e keni pi mua, tash merrni këtë parë. Atë ka nis, ka dalë se unë kum blej atje shumë. Lej ka thënë pi mua i ket harxhimet i ki pi mua. Kjo është mysafirllëk i Abdullah ibn Mubarekit. Çiki kusha vesh një nxans çka se ka pa hiç Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Hiç se ka pa ki. Apo andaj çka i tha se plakës, jo tha oj plak, tha na jap na me ata sa mujna na. Jo, ajo që dit, sot i paramna me jadon i fukarajës, me jadon, kjo është ndodhë, inshallah ndodhë, Allah inshallah i ban zemrat e muslimat dhe gjemerta. Me ashtu di një plakët për shemull 5.000 euro, një fukarajës. Apo? I hip me sheqere, me shtipje, se s'di, a në regull dhe qka të ndodhë? Qka i thamë, na që shtu japna. Kush i mësoj që shtu? I mësoj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Tha jepni ju që ju takon raport me Zotin. Sa ju ka thënë Allahu, çfarë jepni? E jo në bazë asaj çka të vjen tyje, sa të vjen ai tyje me klip. Kjo ka qenë prej traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prej me mikpritjes që e ka pas pejgamberi alayhi salatu wasalam, është se ka ndru jetë alayhi salatu wasalam duke mos lan hiç parë në shtëpi. Ka ndru jetë me 9 gra. Edhe mbi 100.000 sahabe, apo mesin e tyre milionera, mesin e tyre miliardera, mesin e tyre komandanta, azgana, trima për një me, jo të sokakit. Edhe që ka ndodhë? Pejgamberi vdes, as një dinar nuk i met të shpia. Djetarë kër e ka komentu ka thonë, ku i ka? Keti ka thonë. Shiko, andaj ka thonë djetarët e ka realizu atë duan e parë, kër i ka thonë Allahu xhelala, a do mu bo pejgamber mbret, a do mu bo pejgamber fukara. Nëse i ka do vllazni pejgamberi alayhis salam, janë mbretni, Sulejmani, o kon Daudi, o kon edhe pejgamber edhe mbret. E ka pas fronin e vet, edhe o kon pejgamber. Andaj kur ja ka prish dikush të rrezinë atina, ka dalë një Belkisa atje në Yemen, edhe ka sakon pushtetin e Sulejmanit. Sulejmani ka thonë, shko thuj ai të ardha, çish keni rrenët. Edhe ka thonë si më zveni një herë, i pika testu ato ushtarët e vetë. Ka thonë kush më ben me gjithë karrike qëtu. Edhe kanë folë ato, edhe ja kanë prue për 1 minutë. Me mësa tha, jo, s'po du qështu. Unë po du me fukarat me nejtë pejgamber sallallahu alaihi wasallam. Me fukarat po du. A mund të paramenu t'i shkon, me mësa ka mujtë me zgjedh. Edhe si kishra nami. Me po, pejgamber mbret. Jo, ka thonë në puri me fukarat. Që du të paramenu se pejgamberi është prej nga uria disa herë. E ka kap uria, s'ka me hangër, dhe s'ka po shka me bo. Deri sa e ka nu gurin, mështani e dhintën e urijës, alayhi salatu wassalam. Andaj kjo ka qenë prej traditës pejgamberit alayhi salatu wassalam.